Mundëm Janisa, faleminderit shumë që keni ardhur edhe sot. Në vendet demokratike, pushteti friksohet nga opozita. Ne kemi pas një praktik ku opozita frikson nga pushteti. Po që shëpat edhe sot, kjo nisë, kjo rrugtim i Partisë Social-Demokrate për opozit, jo për pazare, i jepi efektet e para. Do më thonë, na blokun hymin me polici. Kur kam qenë në aktivist në vetëvendosje dhe të tjeret, policia na ka nxjerrë zvarr nga zyret për shkak të aktiviteteve dhe të kauza. Sot policia po përdoret me i pengu aktivitetet opozitare. Në demokraci, çështja më e rëndësishme se debati nuk ka. Nëse demokracia reduktohet në votë edhe në procedurë, ai bëhet tirani. Kërkesa e partisë pushtet për më shumë vota në këtë zgjedhje e shpërfaq edhe një herë qartazi dëshiren për më shumë pushtet, më pak demokraci, më pak debat. Po ajo ku me Partinë Social-Demokrate, nëse qytetarët e saj do ta votojnë dhe do ta mbështetin, përfundon. Siç e pat sot, skenat e tilla keni me pa gjithnjë më shumë edhe në këtë fushat, edhe në kuvendin e Kosovës. Vetëvendosja i tutet veç Partisë Social-Demokrate. Qyshe pat, edhe zyrtarët brenda kush pas rasin u drellshin. Thu ti që ka ardhur ndaj kush? Vetëm PSD-ja ka ardhur, Dardani ka ardhur me media, me një zarfisha. Para menohem u kohën PSD-ja në kuvend. Para menohem që shdokën këta. Se këta janë mësu me opozitarë që s'kan as kredibilitet moral, as guxim politik, as vetdije, as aktivizëm. Erdha sot me i sfidu i bindu në i vëdeshëm që s'janë gati. Kosova ka nevojë për debat. Edhe erdha sot me eftu vetëvendosjen në debat, para zgjedhje, për ide, për diskutime, jo për pazare, qysh diskutojnë me Lumirin e me Bedrivën e me të tjerët. Ajo që është rëndësishme është që dhe media ta bën këtë punë. Nuk ka debat tjetër në këtë shoqëni. Vetëvendosja po bën debat sot me partitë opozitare sepse i ka damkosur ato. Vetëvendosja ka kry betejën me këto parti që kanë qenë dhe ide opozitare. Beteja vërtet politike ideore është mes Partisë Social-Demokrate dhe vetëvendosjes. Kjo është sfida. E ftoj vetëvendosjen. Nuk qesim kritere. Cilin do kandidat tyne, pej një dhe 190, me cilin do pej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, në cilin do emision. Nëse s'kan gatishmëri për debat, nëse na friksohen e i marrin policin, nëse dridhen pej zarfa, le të bohen gati më u dridh hala ma shumë pej debatev, sfidav, aksionev, protestav. Jo pse i dojmë ne, jo pse jem përse këtyne, po sepse Kosova duhet me met vend demokratik. Prandaj besoj që media do ta bojnë punën e vet, t'i ftojnë, këta e di që do të flasin për numra, e jep një përgjigje në emën temin, kur kemi qenë bashkë s'kem pas numra. Kur kemi hinë kuvend 2010, nuk kem pas parti parlamentare, po parti tjera na kanë pranu në debat. Nuk ja ka nis debatet me parti tjera, veç mas jemi hinë kuvend. Regula formale që duhet ftohen partit parlamentare nuk ekzistojnë në demokraci. Sepse kështu mbytet demokracia, kështu i bjen që futun kuvend e mas na i thrasim debat. E kundërta është, shkon debat për me shku në kuvend. Nuk ka nevojë mu friksu, beteja jonë me ta është beteja aktivizmit dhe beteja ideve. Amo edhe njëherë po e përsëris. As policia, as një gjatë tjetër nuk e nalë aktivizmin tonë. Frika tyne e sëqme, frika tyne e nesër, nuk mbulohet me numra. Ideja, kur edhe i vjen koha, nuk nalet as me dhun, as me shtypje. Prandaj na jemi të bindun që Kosova e ka rastin unik, ne do ta vojmë punën maksimale që kuvendit të arshëm pas 7 qershorit t'i ofrojmë opozit që se kam pa. Qysh i shkum sot zyre të partisë, do t'i shkojmë zyre të komisioneve, të qeverisë, të ministrav, nuk ka me pas mo qeverisje të qetë, sepse nuk ka mo opozit formale e të pazareve. Opozita e vërtet dhe për një me është Partia Social-Demokrate. Faleminderit, tash këj pyetje që i pat mund të përzit. Qaj për nisëm që do. Gjatë aksionit të ditës së sotme,
i vum pa dy cilësi kisha me thonë. E para e ke zvoglu fletën dhe e dyta në fund të fjalimit i thoe ju na keni nalë me polici, po na shimi edhe pa polici. Çka ke dashur të thonë? Masia e sendeve nuk e karakterizon fuqinë e saj. Na mi shkuat të LDK-ja të PDK-ja, po nuk kem këshyrë me hinë zyre. Dhe që shë keni po, asë atje nuk na kanë ndërmjetësu policia. Këtu thërë ndima, hini polici, veçin ma nel, veçin ma poshtë për me hi. Fuqia e aksionit tonë nuk matët nga masia mjetit, po nga fuqia ides. E ideja është kjo që e sfidon. Më thuni, për krejt të vite, që PSD-ja s'ka qenë kuvend, cila o sfida reale që ja kanë bo qoftë kryeministrit, qoftë qeverisë, qoftë partisë. A i kanë sfidu në herë, a i keni pa në herë në ciklet, a i keni pa në herë vetë vendosin në shefën, në shelën. A i keni pa, të regoni, jo, nuk tutën fizikisht për i meje, nuk tutën as për i numrat, sigurisht që kanë mbështetje më të madhe, a më tutën nga ideja jo. Pra ndaj, kjo është, jemi në fushat, fushata jonë është e pazakonshme, edhe ashtu jemi të bojo konvencionale, edhe për hir të kësaj sot edhe i respektum, për ndryshe, kur jemi deputet kuvendit, nuk mundet me na nalë policia. Në llogaridhënien për qytetarët, për interesat qytetarëve nuk është. Tash jemi në fushat e respektum këtë minimum limitit tyne. Sa ditë keni me prit për ftesën që sapo e dërgute dhe nëse nuk merrni përgjigje, do të provoni që një të tillë ta adresoni së resh pikërisht. Aktivitetet nuk nalen. Ky është i pari. Kemi pas edhe për PDK-n LDK-n prap, për vetëvendosjen prap. Kështu që na nuk ndalemi varësisht për përgjigjet. Na kemi synimin ton, agjendën ton dhe asaj rrim besnik. Të tjerat janë varësisht nga dishmëria jonë. Pra, unë e di që Albini e mbi vlerëson vetën e na nem vlerëson neve. A mo ideja jonë është me forcë Albinit, sepse Albini rahatu në pushtet. E aq ma shumë që rahatu rrethin e përqark vete i ka njerëz të cilët përbezë dhe kanë qenë shumica në këtë pushtetet. Por, sfida është të mediat. Cilin donë deputet nga 110 me cilin donë 600 tonë. Pra, nuk është kjo një sfidë formale kinë se mu arsyetu në bas numrave. Ata i kanë nëse s'ga bëjmë një numër konsiderushëm, disa vjetra, që s'kan asnjë votë, që s'kan garu kur. Backgroundi jonë është historik, 20 vjeçar aktivizëm, kemë pas edhe vota dhe mbështetje. Pra, mas votës mos më shefen, që se kanë guximin, është në rregull. Aksioni televizjave të vendosje po ndodh pikërisht mas disa aksioneve tek partitë tjera që kanë qenë opozitorë në legjislaturën e fundit, a është ky një ndryshim i strategjisë mas kritikave që i keni marrë që po kundërshtoni opozitën, apo është strategji që nga fillimi kështu me lanë të fundit të vendosjes? Nuk është politika nuk mund strategji pa ide. Domthon ashtu i keni partitë opozitare që menojnë që veç strategji. Erë presidenti, i qojmë zarfat, si qojmë zarfat, takohem, s'takohem, me WhatsApp, pa WhatsApp, ajo nuk ekzistante na. Na e kemi konceptin ton, i cili në këto zgjedhje ka një synim. Opozit për një mend. Në kuadër të qësa ideje, i përdorim të gjitha instrumentet, kritik për opozitën, kritik për pushtetin, për me mri qëllimin ton. Nuk ka qenë mas pari ideja, janë do votus atje, e kritikojmë këta, pastaj, se nuk bëhet kështu. Nuk krijohet kredibiliteti kështu. Njerëz nuk janë aq naiv që po pretendohet bukur shpesh edhe në studio televizive edhe nga partitë. Na kemi një synim të qartë. Kosovës i mungon një opozit për një mend. Për me kuptu populli Kosovës, na i zgjedhim këto metoda që mesazhi më shku sa më i qartë atje. Po, e kam edhe një sfidë, nëse bën, ka funi. Shkoni vetë një këtu partitë opozitare, a jemi na me vetëvendosjen, a ata tash me vetëvendosjen. Se as po nënshkrujnë, as po kritikojnë, janë gëzut gratit që pju shkon vetëvendosja në debat. Do ka jo vjen debat se ju ka demolu tashmë. Po mirëm i vetë, gazetarini, neve na vetë, na ju përgjigjëm gjithë. Tash o mirë mi këty kamerat ka ta, mi thonë, me konin ju. Se edhe Vjosa, edhe Bedrill, edhe Lumiri po dojnë që s'kem vijat kuqe. I vetëmi subjekt me vijat kuqe jemi na. Mirë me këshyrë kuj për shërbej. Pyetnis, së është e rëndësishme kjo punë. Për të gjitha partitë? Po LDK dhe PDK kanë negociue, kanë ofrue, po vetë ofrohen, para zgjedhjeve, mas zgjedhjeve, dallimi vetëm është kur po menojnë që rritën pak, po thojnë ja pa na shkruaj letra, s'bën me WhatsApp.
E tash që po mendojnë që zritën, thanë, a bën edhe me WhatsApp të rregull, tha, pse jo edhe në zyre të qeverisë. Prandaj, këto temat ditore, që kanë qenë edhe kritik ndaj neve, kanë qenë po mendume politikisht. Fushata jonë është fushat politike para se me qenë fushat elektorale. Se na për një me besojmë që vendi s'ka opozitë. Edhe çdo ditë keni me pape, çush e patë edhe sot që s'ka. A na e ofrojmë qatë opozitë që aktualisht nuk e ofron kërkush tjetër. Unë nuk e përjashtoj që në zgjedhjet e ardhshme do të kemi garë shumë më të larmishme e më të fuqishme. Po për këto zgjedhje s'ka subjekt tjetër që i ka vijat e kuqe, që don me qenë në opozitë, që e din për çka po hin dhe që janë çështjet. Ta tjerët e keni një që don shumë pushtet, edhe do që dojnë shumë pazare. Tash a kanë me mujt pushteti me pazare mu lidh vendos qytetari. Nëse s'ka dikush. Zoti Mulliqa, e deri sa ta... Qetse. Okej. E kemi pa që një dramë dhe një ka të gala prapse një intervjishtë i pari i garajën e fatin gjithë. Që shë shqepi të dërë të prapse një qaj, a i bërë një qaj? Ma zbulove një aktivitet të radhës, kështu që po të kallëzoj që kem aktivitet për këtë punë e nuk po të përgjigj në sot sepse është maj kompletuar përmes aktivitetit, po do të kem aktivitet për këtë çështje. A ka nevojë Kosova për gjandarmeri? Besoj që çdo gjë që shkon drejt militarizimit të shoqënisë, të shtetit, për neve nuk shkon përputhje me vlerat socialdemokrate. Na besojmë fuqishëm që ma mirë o kohën me qu paret në shëndetësie, në arsim, në qerdhe, e kuda tjetër, se në ushtri. Me paret që i kem qu në ushtri, jo veç mashtrim optik. Nuk mundem me garu me fuqit për rreth ushtarak. Jemi largë shumë. Kosova du të me qu pare në ushtri, veç aq sa lyp NATO. Kur gjo ma shumë se tirat jenë të pa dobishme e të dëmshme. Pra ndaj unë besoj që fokusi duhet me qenë të demokracia, energjia, shëndetësia, arsimi, punëtore dhe taksat. Në të harroni. Edhe 7 pikrim. Anna Përkra, Florini kthehet pas nesër në Kosovë, dilën në këtu të honin në mision bashkë edhe në aktivitetet dashme ka me qenë bashkë me neve. Faleminderit shumë që na keni. Mundemi me qëndruve që dhe një minut deri sa të parë. Qaqet. Riesci a capito. Au,